në fillim të vitit 1998, unë isha student në Universitetin e Zurichut. Unë nuk po bëja plane si ta merja kontrollin e Kosovë. Po bëja plane si të përgatitja provimet në universitet. I vetmi njeri që po bënte plane morbide, ishte Slobodan Miloševići. Plane për një gjenocid tjetër, për një gjenocid të ri në Kosovë. Prandaj, si shumë qytetarë të tjerë kosovar, edhe unë, me heret, u detyrova të lëshoj Kosovën. Sepse regjimi Miloševićit me kishte ndjekur. Ai me kishte dënuar në mungesë, me akuzën se kisha shkelur ligjet e tij diskriminuese. Me vonë, po i njëjti regjim do të dënoj në mungesë edhe presidentin Clinton, edhe sekretarin Albright, edhe kryeministrin Blair, edhe kancelarin Schröder, edhe presidentin Chirac, edhe sekretarin e përgjithshëm të NATO-s, zotin Solana dhe të tjerë, dënimin e mungesë. Prandaj duke i parë masakrat ndaj popullit tim, unë, si dhe shumë të tjerë, nuk mund të qëndroja indiferent. Vendosa të kthehem në Kosovë, në pranverë 1998. Ky ishte vendim krejtësisht personal i imi, i askujt tjetër. Sepse nuk mund të qëndroja anash, ndërsa familja dhe populli im përballej me shfarosjen.